Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbis Samawati wa Rabbil Arshil Azim Wa ashhadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë dhe Zotit Arshit Madhështor. Dëshmojmë se askush nuk meriton me drejtë adhurimin përveç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli I njerëzimit, vula e pejgamberëve të Zotit dhe mëshirë për gjithë krijesat mes qiellit dhe tokës. Dije se fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani I Kerim. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbja dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, njeriu I mençur, qytetari I mençur, besimtari I mençur, intelektuali I mençur, mësuesi I mençur, tregtari I mençur është ai I cili hoxha I mençur, është ai I cili jeton me hallët e popullit të tij. Siç ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk do ta gjesh I dërguarin e Zotit alaihi salatu wasallam të veçuar nga shoqëria, duke e praktisur vëllezërit e tij dhe motrat e tij, besimtarët e kohës së tij, dhe duke I lënë ata në hallët e tyre dhe pejgamberin në hallët e veta. Kur nuk ka ndodhur kjo në historinë islame. Derisa erdhi koha dhe njerëzit filluan të duan dynjan më shumë se ahiretin, pasurinë më shumë se fen, paran dhe famën më shumë se farefisin dhe familjen, pushtetin më shumë se shoqërinë dhe vendin ku jetojnë, dhe kështu u bë një diferencë, një ndarje e madhe mes gjërave që nuk duhet të ndahen, por duhet të jenë në shërbim të njëra tjetrës. Kjo hutbë sot titullohet Qëndrimi I muslimanit, pra çfarë qëndrimi duhet marrë besimtari musliman ndaj sigurisë dhe interesave të vendit ku ai jeton. Qofshin ato interesa ekonomike e të ndryshme me radhë. Prandaj gjëja e parë që duhet ketë sysh besimtari, duhet ketë në mendjen e tij, në zemrën e tij, është ruajtja e qetësisë, sepse qetësia dhe siguria është amanet. Dhe muslimani nuk mund të jetë njeri I fllihur, nuk mund të jetë njeri shkatërrues, nuk mund të jetë njeri I devijuar, nuk jetë njeri I cili shkaton pasoja apo keqbërjen në vendin e tij. Kështu që dhe Zoti Xhelle Xhelalu ka thënë Kur'anin Kerim, o ju që besuat, zbatoni beslidhjet dhe marrëveshjet me njëri tjetrin. Marrëveshja, nëse nuk e ke marrëveshjen në rregull me Zotin tënd, jam I bindur që s'e ke marrëveshjen në rregull me njerëzit. Prandaj ky ajet është prej bazave të mëdha të ligjit islam, jurisprudencës islame, mbi marrëdhëniet që duhet kenë njerëzit me njëri tjetrin dhe shtetet me njëri tjetrin dhe qeveria me popullin dhe populli me qeverinë. Prandaj Zoti thotë në Kur'anin Kerim, vërtet Allahu ju urdhëron që të ktheni amanetet atyre që I kanë zotruesve tyre dhe kur gjykoni me disë njerëzve gjykoni me drejtësi. Pra Allahu tha dhe kur gjykoni midis njerëzve, nuk tha midis muslimanëve dhe krishterëve, muslimanëve dhe ateistëve. Tha midis njerëzve, që do thotë që njerëzit janë musliman, ateist, fetar, budist, krishter. Besimtari e ka lidhur besën me Zotin e tij dhe duke qenë se ka lidhur besën me Zotin e tij, I jep hakun gjithë secilit. Siguria vjen pikërisht për drejtësisë.
Dhe nëse shoqëria ka drejtësi, ka dhe siguri, dhe nëse shoqëria nuk ka drejtësi, nuk ka dhe siguri. Prandaj dhe siguria është begati e madhe, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush gdhihet zgjohet në mëngjes i sigurt në vendin e tij, i shëndetshëm në trupin e tij dhe e ka ushqimin e ditës, i është dhënë gjithë bota. Prandaj kur njeriu të ikën siguria nga vendi i tij, kur i shkatërrohet shëndeti dhe nuk e ka më strehën ku të rri, tashmë ai konsiderohet si emigrant në vendin e tij, që arrëtiset në një vend mbi tjetrin që të mbijetojë. Muslimani është njeriu besës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Kthejani amanetin atij që u ka besuar dhe mos tradhtohet që tradhton." Pra, besimtari në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë përmendur të gjithë dietarët e hadithit se ky është argument mbi ndalimin e tradhtisë. Ai që tradhton vendin e vet, tradhton kombin e vet, tradhton fenë e vet, tradhton qytetarët e vet, ka tradhtuar mbi të gjitha Zotin, dhe kush tradhton Zotin, tradhton dhe njerëzimin. Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala në librin e tij Al-Mughni thot, shpjegon se personi që hyn në një vendim apo në një vend ku ka amanet dhe siguri, mos do të cënoj pasurinë e njerëzve, nderin e tyre, jetën e tyre, cilën u është siguruar. Prandaj u thuhet atyre cilët sot po e shesin kombin, mbi cilin ligj, mbi cilin rregull, mbi cilin kanun, mbi cilin Kur'an, mbi cilin Ungjil, e keni shitur kombin shqiptar nga veriu deri në jug. Ata na tregojnë neve Kur'anin dhe imanin. Por kanë harruar se kur flet Kur'ani dhe imani, dridhet shejtani. Kur flet Kur'ani dhe imani, dridhet shejtani. Sepse shejtani, i cili nuk ka din dhe nuk ka iman, i cili nuk e di që do të është familja, që do të është shoqëria, që do të është ekonomia, po e konsideron vendin si prom private, që ku të duan, japin që të duan, dhe e pse nuk i takon. Këta njerëz, vëllezër dhe motra, nuk kanë as din, as iman, as Kur'an, as Ungjil, as kanun. Prandaj muslimani nuk mund të jetë njeri që shkatërron pronën publike, nuk nxit dhunë, nuk ndihmon grupet kriminale dhe mafiozët, nuk e mbulon korrupsionin, nuk e përkrah padrejtësinë, sepse ju kam thënë para 4 viteve, jo se i dija, po njeriu i mençur kam thënë lexon, muslimani lexon, që do të na vijë radha edhe neve në Shqipëri, kur të na thon shalom, shalom, dilni andej, se është toka jon këtu. Ja dhe pak nga pak po vjen. U është premtuar dhe 100.000 hektar nga Berati, Vlora dhe jugu i Shqipërisë, jo vetëm kjo që keni parë, shitja e Sazanit, jo, dhe më shumë se kaq. Nëpërmjet Ministrisë Bujqësisë, gjëra që ja lëm kohës sa të vërtetohen. Prandaj nuk mundet të jetë besimtari njeri i cili mbështet padrejtësinë. Ose e thënë ndryshe, si shton disa nga vëllezërit motra tona, që na ka bërë mirë politika, kush na jep neve të drejta tona, në të vërtetën tonë, ne nuk e mbështesim në të në padrejtësinë ndaj tjerëve dhe kombit tonë. Shqeto, troç, rregull juridik. Men yuwafiquna, kush na përputhet në të drejta tona, na jep hakun ton, ne nuk e mbështesim atë në padrejtësinë ndaj tjerëve apo kombit tonë. Shumë e qartë kjo çështje. Duhet të jemi të vetëdijshëm që muslimani pra nuk është njeri dredharak. Pjesa tjetër, lidhja e ekonomisë, pronës, korrupsionit, krimit organizuar në dritën e Kur'anit dhe Sunetit, me që na thanë se s'kan din as iman as Kur'an. Dhe kur thot shejtani që kur e din iman dhe Kur'an, imagjinoni çfarë mund ndodhi vëllezër e motra. Pra çfarë qëndrimi duhet kemi ne ndaj këtyre fenomeneve? Allahu xhelle xhelalu thot: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit me padrejtësi. Pra ajeti tjetër, mos e hani pasurinë e tjetrit me njëri tjetrit me padrejtësi dhe mënyra të palejueshme, përveç rastit kur është tregti dhe pëlqimi së dyja palëve. Me çfarë pëlqimi i shitën sot pronat e njerëzve? Me çfarë pëlqimi prona ime u dha një tjetri, prona e tjetrit u dha atij tjetrit me atë ligjin e fartë me 7.000 e ca. Ligji i serbëve i themin, që
që shkatroi një herë për gjithmonë kombin shqiptar e futin vllavrasje. Nxori në një tokë 10 pronar. Edhe sot neve nuk gëzojmë dot pronat tona, të drejtat tona, lirit tona ashtu siç duhet, hakun ton. Pse? Sepse ata të bën tregti me vendin që në momentin kur e morën pushtetin. Pra qëndrimi i besimtarit është i drejt për drejt. Pasuria e tjetrit është amanet. Nuk e ndihmon për qeverin, popullin, individin, gjykatën pa drejtësinë e njerëzve. Nuk e ndihmon grabitjen, shitjen dhe tradhtin. Prandaj dhe Zoti Xhelle Xhelalu kur ka thënë dhe jepni nga pasuria juaj që u kemi dhënë, na mëson Kur'ani që jepni nga ajo që është pronësi e Zotit, se origjina e saj Zoti e ka dhënë tokën dhe qiellin dhe rrezikun. Pra jep nga prona jote, nga rreziku jot, jo nga e drejta të tjerëve. Pronari i vërtet i qiellit dhe tokës është Zoti Xhelle Xhelalu. Kurse neve jemi ata që duhet të ruajmë kufijtë e Zotit, pra e kemi amanet tokën, shëndetin, familjen, pasurinë, shoqërinë, kombin. Dhe jo ta shesim, siç bëjnë disa njerëz, edhe pse mediat perëndimore thotë ne kemi bler, ata hidhen dhe spërdridhen dhe thotë jo, nuk është, po provojmë, do ta shikojmë në emër të sloganeve, të zhvillimit, të integrimit, të forcimit të ekonomisë. I Zoti pronës nga Amerika larg thotë e kanë bler. Është e jona, e kam privat. I Arani thot, do ta shohim. Çfarë do shohësh ti? Ti i vure vulën. Ose tregoja popullit se ke shitur. Prandaj vëllezër dhe motra, muslimani nuk e ndihmon korrupsionin, nuk e mbështet keqen, nuk e mbështet rrëmbimin e pronës tjetrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush e merr një cop tokë pa drejtësisht do t'i vijë 10 fishi ditën e Kiametit, në qartë, hadithi Buhariut dhe Muslimit. E si është puna kur vidhet i gjithë kombi? Është e dhimbshme vëllezër dhe motra, ta shikosh që nga veriu në jug, për gjithë ju që keni qenë kush ka miqësi e shok, kjo është me filanit, kjo është e mikut filanit, kjo është e çunit filanit, kjo është prona filanit, kjo është kushuriri filanit. U dolën gjithë çunat dhe gocat dhe farefisi politikanëve, gjithë milioner, miliarder, jo milioner, s'është ofendim, miliarder. Allahu Akbar. Po këta vëllezërit ta nga veriu, qofshin katolike, ortodokse, këte nga jugu, nuk kishin pranë fare këta? Apo erdhëm neve, si shqiptarë, na prunë këtu për sevap, na thanë është i vend tu, që i thuhet Shqipëri merrni ju për sadaka. Edhe të trajtojnë si të huaj vendin tënd, edhe drejtojnë grushtin, një kombi i cili ai grusht do t'u thyej kokën. Prandaj muslimani duhet të kontribuojë në drejtësi, në zhvillimin e ekonomisë vendit të tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë askush nuk ka ngrënë ushqim më të mirë se ai që ka fituar atë me dorën e tij, me djersën e tij, me punën e tij. E si bëhet halli të vëllezër dhe motra kur një pjesë e madhe e shoqërisë sot ushqehet, bën luks mbi pronën e tjetrit, mbi hakun e tjetrit, mbi gjakun e tjetrit, mbi derin e tjetrit, mbi amanetin e tjetrit. Ka njerëz që kanë dokumenta me nga 100 ca vjet pronë, brez pas brezi, i futet bryli majtas dhe djathtas nëpërmjet gjykatave të korruptuar dhe njerëzve të korruptuar, dhe thot unë e kam marrë, më ka dhënë qeveria 92-shin me ligjin 7000 ca e ca. Kurse pronari shkret brez dyreve të gjykatave, i vuajtur, i lodhur, i raskapitur, dhe akoma nuk e ka marrë hakun e tij. Më thoni pashallahu në zëvëgjel, kush janë serbët e vërtet këtu? Kush janë qifutët e vërtet këtu? Kush janë grekët e vërtet këtu? Kush janë tradhtarët e vërtet këtu? Kush janë ata që shkatruan shpresën një kombi e një vendi që është shumë i vogël, nuk don të asgjë më shumë, pak mirëqenie, pak drejtësi, hakun e tij po kërkon. Dhe sot dalin kuçedrat dhe të na mësojnë neve Kur'anin. Se a kemi iman, apo as kemi iman. Dhe i hodhën mizat elektronike në sulm nga gjitha krahët. Arabët, erdhën arabët, janë sulur arabët, grekët, serbët, agjentët. Jo, jo, janë bitë atyre gjyshëreve dhe stërgjyshëve baballarëve, dhe madje edhe ata që janë shumë të vegjël se unë, që po vuajnë nga padrejtësia. Unë sot jam 48 vjeç, dhe barën sot në moshën time majnë po këta njerëz, shoqërisë shqiptare, janë pra të vuajtur, kurse fëmijët e tyre po vuajnë akoma.
sepse ka parë që gjyshi, katëra gjyshi, baba vetë se merr do të hakun e tij. Dhe do duhet durojnë zullumin e zullumqarve, që njëherë bën musliman, njëherë bën katolik, njëherë bën ortodoks, njëherë bën qifut, njëherë bën darwinist, njëherë bën fashist, njëherë i tregojnë grushtin kombit. Vallahi, grushi drejton atyre të rinjve do ta thyej kokën. Tjetra, vëllezër, muslimani do të jetë njeriu i cili e mbron pronën private. Këta e keni amanet nga Zoti në Kur'anin Kerim dhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Imam Shatibiu rahimullahu taala min maqasid ash-sharia, nga objektivat e legjislacionit islam është ruajtja e pasurisë të vetes dhe të tjetrit. E përfshin mbrojtjen e pasurisë, domosdoshmëritë mbi të cilat ndërtohet jeta njerëzore. Kur gjithë secili e ka hakun dhe pronën e tij, zhvillohet shoqëria, ekonomia rrjedh. Kur njerëzit i vjedhin pronën njëri tjetrit, futen vllajvrasje, luftë, s'ka zhvillim normal të shoqërisë. Prandaj dhe ne jemi zhytur në hasmëri me vëllezërit, me xhaxhallarët, me gjyshit, me komshit, për ato prona që si morëm kurr. Për ato prona që nuk i morëm kurr. Shenjtëria pasurisë muslimanit, edhe jo muslimanit është hak. A nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lumturinë, në haxhin e lumtumirës, vërtet gjaku juaj, pasuria juaj, nderi juaj janë të shenjta për ju, siç është me kjo ditë pra, dhe në këtë vend. Atëherë më thoni, të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, kush punon me Kur'anin këtu? Besimtarët të cilët ushqehen me nderin e tyre, me djersën e tyre? Qytetarët të thjeshtë dhe masa që punon, përpiqet, raskapitet? Apo ata që po të pyesën sa triliona miliarda kethet nuk e di? Sa që më i fukaraj e tyre u avodhi pastruese lekët dhe doli pastruese me 300-400.000 euro në bankë. Se u habit banka, u habit spaku, pastruese me 400.000 euro. Çudi i vithë ke shtëpia e ministrave. Normal. Ta nxjerr Zoti bojën dhe shtëpinë tënde. Se i ke hyrë në hak njerëzve. I ke vjedh pronën njerëzve, i keni mbyllur gojën njerëzve, keni kërcënuar njerëzit me gangstera dhe horra. Dhe kështu njeriu i shkret nuk e merr dot pronën e vet. O vëllezër dhe motra, besimtari duhet ta ketë frikë Zotin azza wa jall. Ta kuptoj fjalën e profetit ittaqa dawatul madhlum, ittaqu dawatul madhlum. Kujdes nga duaja e atij njeriu që është bërë pa drejtësi, se me ti dhe Zoti nuk ka pengesë. Këta mendojnë se do t'i mbrojë Evropa apo Amerika. Këta mendojnë se do t'i mbrojë paraja, pushteti apo uqërit që kanë për rreth tyre. Wallahi, majni mend të që po u them. Nuk ka zullumqar që e mban qielli dhe toka. A i shpëtojnë do ta e xhelit vdekjes? I shpëtojnë do ta kaderit Zotit? I shpëtojnë da do të madhështisë Allahut azza wa jalla. Ejne me tekunu yedrikukumul maut, kudo që të vini tjeni, thot Zoti, do t'ju kapi vdekja, qofshit edhe në kështjellat fortifikuara. Wa idha jaa ajaluhum la yu'akhirin kuntum ta'lamun. Dhe kur vjen xheli, thot Allahu azza wa jalla, nuk e shtyni dot, as e vononi dot, as e largoni dot. Prandaj, nderuar besimtarë dhe besimtare, çfarë qëndrimi duhet mbajmë neve ndaj tyre zerave, të rinjve dhe trejave tona sot? Wallahi, unë i përkra me gjithë zemrën. Le të dalin, le të brorasin, le të therrasin, por mos të bien viktim, mos të ashesin me vendin e tyre si përpara, mos të përçahen, dhe mos bin viktime përçarjes fetare, kombëtare, me parti, me grupe interesi. Sepse ata janë bërë gjithë bashkë. Sa e bukur është një sprova ta qirë maskën sprova. U pasë sa ishin bashkë të gjithë si media, majtas dhe djathas, filluan t'i shajnë grek, islamik, serb, agentura, janë nga jashtë, hibrid, komunist. Të gjithë po mburreshin se kush ishte i pari që kishte shitur Sazanin dhe Zvërnecin edhe Rojllin. Jemi të gjithë dakord? Vëllezër, ata kanë qenë gjithmonë bashkë. Bashkë kanë qenë. Gjithmonë kanë qenë bashkë. Por për të bërë rolin dhe aktorin e filmit që t'i ndajmë njerëz t'i përçojmë majtas dhe djathas, do dhe të zihemi, edhe shajmë njëri tjetrin, edhe të sulmojmë njëri tjetrin, edhe të bëjmë sikur e fusim burg njëri tjetrin. Po kur si thon populli shkret, kush do të bënte 2 vjet burg për 100 milion euro?
200 milionerë, i bëjnë gjithë, i bëjnë. Ata po bëjnë burg se po vrasin njerëz me pagesë. Dhe jo më sot siç funksionon shoqërinë tonë. Prandaj ju besimtar, wallahi ju beton në Allahun Azza wa Jall, do ta shikoni fundin e zullumqarëve. Sepse kaderi i Zotit kur vjen nuk e shtyn dot. Prandaj vetmja gjë që kanë shpresë kanë dorë këta njerëz pendohen, kthehen, ta braktisin zullumin, t'i japin hakun njerëzve. Ndyshe mallkimi do t'i zëjë në çdo detaj të jetës tyre. Dhe do të shikoni me sytë tuaj herët apo vonë. Elusim Allahun i falë gjuna dhe gabimet, na forcojnë fenë e tij, na ruaj nga sherrri i tyre dhe ja ti Zoti t'i japi hakun gjithë secilit. Walhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndrimi takon Allahu xhalla xjalaluhu. Pasha lavdërimi i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Muslimani duhet ta luftojë korrupsionin, rishfetin. Allahu Azza wa Jall thotë dhe mos bëni trazira në tokë pasi ajo është rregulluar. Njerëzit që japin para për të ndryshuar ligjet, vendimet, për të marrë pronën e njerëzve, për të dalë nga burgur për shkak të krimeve që kanë bërë, të gjithë këta janë zullumqtar, kanë prishur në tokë pasi ajo ka qenë rregulluar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë lanetullah, Allahu e ka mallkuar dhënësin e rishfetit, ndërmjetësuesin e tyre, ai që e merr dhe ai që e jep. Të gjithë janë bashkëfajtorë këta. Të gjithë janë ata që përpiqen të shpëtojnë të drejtës për të marrë hakun e njerëzve padrejtisht. Prandaj rishfeti shkatron drejtësinë, shkatron ekonominë, shkatron besimin e qytetarëve, saqë sot ndoshta disa zëra me drejt janë do thonë edhe këta si tjerët janë. Normal se ka humbur shpresa o vëllezër. Të fortit dhe gangsterët marrin vendimet nga burgjet se çfarë do bëjnë me Shqipërinë. Më falni për shprehje kur falë, ju çojnë dhe dashnore atje, ti kanë më rahat. Çfarë shteti është ky mër? Çfarë qeveri është kjo mër, pashallahu azza wa jall? Çan këta njerëz që vran par 2 ditësh vëllezërit tan, 2 policë janë besimtarë muslimanë që janë vrarë sot në Korçë. 2 policë musliman. Dhe del shejtani dhe të përmend Kur'anin. Të përmend që s'kan dinë dhe iman muslimanët, ka shejtanin dinë dhe iman. E pra, si thot populli, luftën e bëjnë trimat dhe për të qeverisin horrat. Prandaj friksojeni Zotit xhelle xhelalu në çdo fjalë, në çdo mbështetje, në çdo hap jetës tuaj, në çdo vendim që merrni, mos u hyni në hak njerëzve, mos u hyni në hak njerëzve, mos u hyni në hak njerëzve. Umeri radiallahu ta'ala anhu thoshte, sikur të më humbi ndonjë deve në brigjet e Eufratit në lum, apo të mbjerë nga shkëmbi, kanë frikë se do dalë para Zotit zullumqtar. Deve. E si bëhet fjala kur po humbe dhe shitet një kombitar. Shitet një kombitar dhe hidhen të gjitha media dhe mbrojnë zullumin. Hidhen të gjithë oligarkët me ushtarët e tyre, analist, gazetar, miza elektronike, me lustra, me fjalë, jemi pro zhvillimit, jemi pro integrimit, do hymë në Europë, lini këta që thonë, janë të papjekur, e tjera me radhë. Ja pra, nëpërmjet spidave, sprovave, Zoti u aqerr maskën oligarkisë dhe horrave që qeverisin vendin. Të djath apo të majt qofshin. Prandaj dhe Islami e shikon të drejtën publike, interesin publik, si diçka kryesore për zhvillimin e vendit dhe ekonomisë. Kush i sheti minierat thuke ne, o vëllezër? Kush i sheti minierat thuke ne, bitumin e tjera me radhë? Kush i sheti burimet e ujit këne? Kush i shkatroi liçenet? Kush i shkatroi lumenjt këtu këne? Kush e shkatroi bujësinë dhe plagturin këne? A do të vundet Shqipëria për bujësi për ujë? Neve na vjen ujë me makinë në shtëpi sot, s'kemi ujë në Përçesme. Kush e shiti detin këtu këne? Kush e shiti malin? I kishte ngelur mali pa shitur. Paketa maleve. Faktikisht ata shiten fusha dhe male, dhe neve rrinë me shikojmë dhe duar të rëkasim, dhe këtu bën pjesë dhe një pjesë e madhe atyre vëllezërve e motrave tanë, që dhën vula në emër të partisë pa parë se kujt është ajo pronë dhe kujt është ajo drejt. E pra,
Kur dalesh ke gropa varri dhe të pyesin me lajket nga i majta dhe djatha, nuk do të vinë atë të partisë dalish mbrojtje para Zotit. Nuk do të vi kryeministri plaku merre dhe gjithë elita rreth tyre, nuk do të vi të ndihmon dot fare. Atje do të hash llogarin vetëm. Do të pyetesh pse i hënge hakun filanit. Pse i hënge hakun filanit? Po jo Zot, nuk ka po jo atje vëllezër. Nuk ka po jo. Prandaj shikon disa njerëz që vuajnë momentet e vdekjes. Kanë hesape për të larë vëllezër. Kanë hesape për të larë. Do lash hesape shumë. Ka shumë nëna, baballar, gjyshër, stërgjyshër që kanë bërë dua për zullumqarët. Kjo është një llogari këtu në dynja. Ahiret është tjetër gjë, pastaj atje preshorja precize e Zotit nuk gabon. Prandaj muslimani patriot i vërtet është ai që e do vendin e tij, që ndihmon vendin e tij, që nuk i bën padrejsi vendit e tij, që nuk e vjedh vendin e tij, që nuk e shet vendin e tij, që e ruan qetësinë dhe rendin në vendin e tij, që nuk e mbështet korrupsionin dhe krimin organizuar në vendin e tij. Nuk se parë në një Shqipëri belerme ka 400 hektar, 500 hektar, gjithë Vlorën, Durrësin, Be i vitit 2026. Gjithë Shqipërinë ja kishe pas gjyshi këtij se nuk pas ka pas beler tjerë Shqipëria. Mër vëllezër dhe motra, ku ka arrit shoqëria sot, ku nuk na bën me përshtypje si ushqehemi, si vishemi, si ham, si pim, se kujt ja marrim hakun të drejtën, nuk na bën përshtypje me. Dhe vjen ushtarit që futve dhe na thot neve, s'keni din dhe iman dhe Kur'an. Më tregoni ju të nderuar vëllezër dhe motra se kush e ka dinin, imanin dhe Kur'anin. Ne, njerëzit e thjesht, që me zi na del muajin fund, apo ata cilët nuk e din se ku i kanë parat. Sa kanë dhe po t'i pyesësh, nuk e din sa ishu i kanë blerë dhe kanë shitur. Jashtë vendit. E lusim Allahun azza wa jall na ruaj nga e keqja e tyre. E lusim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. E lusim Allahun, o Zot i madh, o Zot i madh, o ti që dëgjon thirrjen e njerëzve të thjeshtë, duan e fukareve dhe njerëzve që duan vendin e tyre. Nëse kanë qëllim të shkatërrojnë vendin, shkatërroj o Zot e shkatërroj pushtetin e tyre. Nëse kanë qëllim të shesin vendin, shitje ata dhe pushtetin e tyre. Nëse kanë qëllim të largojë rinin, largojë ata dhe pushtetin e tyre. Një ditë e mpare ya Rabbel Alamin. O Zot, ne jemi njerëzit që nuk kemi hile askujt. O Zot, kjo është duaja e njerëzve tu, e robëve tu të sinqertë. O Zot, ndihmoje popullin e njerëzve të sinqertë. O Zot, ndihmoje vendin ton nga akusarët, nga gjakatarët, nga hajdutët, nga kriminalët e çdo partie qofshim. O Allah, nga ruaj sherrri i tyre që duket dhe nuk duket. O Allah, nga ruaj sherrri i tyre që shesin dhe blej kombe. O Allah, nga ruaj sherrri i tyre që bëjnë ndërhidhim me njerëzit e thjeshtë dhe njerëzit e ndershëm. O Allah, nga ruaj nga sherrri i tyre që vranë dhe shkatërrojnë Palestinën dhe duan shkatërrojnë dhe vendin ton. O Allah, nga ruaj nga sherrri i çifutëve dhe sionistëve që duan shkatërimin e vendit ton. Në emër të zhvillimit e integrimit të ekonomisë janë shkatërimtarë dhe vjedhësit më të marrë të ekonomisë botërore. Janë pikërisht ata njerëz që po fusin hundët në vendin ton. O Zot, na ruaj nga e keqja e tyre që duket dhe nuk duket. O Zot, na i fal gjunat dhe gabimet. O Allah, na i fal gjunat dhe gabimet. O Zot, na i fal gjunat dhe gabimet. O Zot, na ruaj nga djemt dhe vajzat tona. O Zot, na i ruaj djemt dhe vajzat tona. O Zot, na i ruaj djemt dhe vajzat tona. O Zot, na ruaj vendin ton plam me plam, pem për pem, gjethe për gjethe Rabbel Alamin. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj ato në Sudan, Yemen, kudo që ndodhen nga Rabbel Alamin. O Zot, nuk kem poshtë dot fuqinë tënde dhe as fuqitë tua të padukshme, as zullumqarët, as kusarët, as horrat, as kriminalat. Ti sfidon ata o Zot i madh me kohën wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën thot Allahu, njeriu është në humbje. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot është xhumë dhe dërgoni salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin.